Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 7, data 7 maj 2026. Është një ditë që vërtet ka një kuptim mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që kërkoj të realizoj atë që unë ëndërroj. Është një nga periudhat më të mira, sepse duke filluar nga dita inde, kjo javë jep dhe disa surpriza. Dita inde e datës 7 që do të thotë edhe mundësi, por do të thotë edhe lidhje me karrierën sidomos ka diçka shumë të madhe mes gjërave të mëdha, por mundësitë janë shumë të mëdha dhe do të filloni të nisni diçka të re në fushën e karrierës. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, kjo do të thotë edhe në kohën e duhur, momentin e duhur për të bërë zgjedhjet në çështjet ekonomike. Por megjithatë, nga dreka keni ndikimin më të mirë të mundshëm sepse nga një takim ekonomik financiar, disa gjëra që mund të keni dhe në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve, sepse kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe çështjet që realizohen nga njëra anë keni mundësinë, në anën tjetër gjithçka shkon sipas planeve që ve keni. Megjithatë, paraditja është mjaft pozitive dhe tepër ideale në zhvillime dhe në ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje dhe kanë për të erdhur në anën tuaj, por kujdesi kërkohet në shumë gjëra, në ndikime të mëdha. Në çështjet që lidhen me dokumentacione, në çështjet që lidhen me çështje gjyqësore, në lidhje me blerjet, po është e mundur. Po cilat nga shenjat vallë përfitojnë jashmase në këtë drejtim? Atëherë kemi shenjat e ajrit, që janë binjakët, sepse binjakët kanë edhe kuptimin e ndikimit të madh, kemi ujorët në anën tjetër sepse shumë gjëra janë realizuar dhe realizohen në ndikimin më të madh që ata kanë, por mos harrojmë sepse peshorët që është kripa dhe piperi, ku është dhe mundësia dhe janë në plan të parë për anën ekonomike. Për sa i përket gjërave të tjera, duket se kjo ditë është shumë pozitive, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Në çështjet që kanë të bëjnë për sa i përket një takimi të papritur që mund të keni, është mundësia tani, mundësia e periudhës së kohës dhe të ndryshimeve të mëdha. Mos harroni sepse kjo periudhë është mjaft e mirë deri në fund të muajit. Megjithatë, kemi të bëjmë në çështjet më madhore për individ, për shembull, si kërkoni një parashikrim detajuar, kemi këtë faqen roz, astrologu.al. Duke zgjatur nga paketet atje, shkoni tek sekretaria dhe atje mund dërgoni emailin dhe flasin bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëndetje me juve dhe kërkoni të dërgoni një mesazh me pyetje përgjigje. Kemi këtë butonin këtu dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Juve të shenjës së dashit duket se jeni shumë larg pamës në punën tuaj, në drejtimin tuaj. Kjo ditë ende është një ditë që favorizon jashmase ekonominë, stabilizimin, mundësi dhe mënyrën e duhur që ve keni. Gjithashtu është një nga momentet më të arta në fushën e karrierës suaj. Dhe ditë që i tretë është shumë i favorizuar dhe mund të ketë mundësinë për të zgjidhur problemin dhe për të arritur qëllimin. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditës së parë dhe luanët e ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit? Ku demët pajtohen dhe ku demët nevrikosen? Në lidhje me punën e tyre, sepse kanë një ndikim shumë të madh tani këta në këtë periudhë, mundohen që të jenë shumë korrekt, të shikojnë çfarë do të bëjnë në ekonomi, në lidhje me disa vendime të rëndësishme, se janë vendime historike, do të thosha unë, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim, për arsye të punës së tyre, për arsye të karrierës, me karrierën që kanë një mundësi shumë të mirë tani. Por mos harrojmë sepse kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve për gjëra të mëdha që do të diktoj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe ditët parë, me ujorët dhe ditët e tretë, ka diçka shumë surprizuese për ekonominë. Në çështje shpirtërore, bashkimi familjar është me ujor, por edhe një dokument që mund ta merrni ose një problem që keni pasur do jetë me virgjëresht edhe ditën e dytë, prandaj bini pas, mos malini pas dore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Binjakët dashur, nëse juve jeni në takime të rëndësishme, bëni drek. Nëse doni që udhëtimet ose të ketë duk paraja, do ishte mirë që gjërat që doni të blini, atë që juve mendoni mund ta bleni, sepse është energjia ajo që bën të shikojni gjërat në plan të parë, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që keni dhe mundësi të arta që vijnë. Është kohë shumë e mirë dhe depërtuese në atë që bëni dhe kohën e duhur për ekonominë dhe stabilizimin. Në çështje shpirtërore, dhe që kanë bëjnë me ujorët e ditës së parë dhe me virgjëreshtë dhe ditës së tretë, keni mundësi dhe kohën e duhur. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Meqense gaforret duket se tani në këtë periudhë
mundet që të keni dhe disa mundësi tjera që fritet që dhe të realizoni në anën tuaj, por mos u shqetësoni në ndryshimet që do të keni tani tutje, sepse gjithmonë gaforet mund të kenë ndryshim, mund të kenë marrje vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Një nga momentet më të ardhshme që kanë tani dhe është e realizueshme dhe e kuptueshme për punën tuaj dhe për ndryshimet që keni, se janë ndryshime shumë të mira dhe afatgjat nëse do ta marrim kështu, keni një diçka shumë të madhe dhe pozitiviteti që ka të bëjë në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj, lidhje me ndryshimet të tjera, kjo do vinë. Por në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet dhe dhjetëdijqet e parë dhe me peshorët e dhjetëdijqet të tretë, ka diçka mes kësaj gjëje, edhe pse duket të vështira, por janë kalimtare dhe jo të ngelen në anën tjetër. Për sa i përket të përgjithshmes, jeni gati që t'i përgjigjeni gjithçkaje, sepse kjo ditë ju favorizon. Shkojmë tek shenja e radhës, kjo do thotë luani. Për luanët, me luanët duket se janë dhe mbeten shenjat më me ndikim në anën zodiakale, një nga mundësitë që keni dhe kohën e duhur për stabilizimin ekonomik, për gjëra të mëdha që do të keni dhe luanët duket se tani për tani, edhe pse kanë pasur mundësinë, kanë pasur momentin e duhur për sa i përket zgjidhjes së problematikave, keni pasur një çështje shumë të madhe dhe nuk e keni zgjidhur akoma për arsye të punës suaj, për arsye të komunikimit, të gjërave që keni, të mundësive që ju jepet dhe një nga momentet më të arta vinë tek luanët, edhe pse duken të vështira. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe dhjetëdijqet parë, me shigjetarët e dhjetëdijqet tretë, përgatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Me Virgjëreshat duket se nuk ka vend për të shqetësuar, por se juve keni dhe mundësinë, përpos ajo çka e keni menduar e zbatoni, se dhe e rregulloni, është një rregull mjaft e mirë në ekonomi, në stabilizimin, në kuptimin e fjalës së punës së karrierës, por gjithashtu dhe të ndryshimeve. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bëjnë me peshorët e dhjetëdijqet parë, me binjakët e dhjetëdijqet tretë, është mjaft ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshorëve. Peshorët dashura, duket se kjo periudhë është mjaft e mirë ndikuese, rrezatuese në ekonomi dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bëjnë me gaforet e dhjetëdijqet parë dhe binjakët e dhjetëdijqet tretë, duket se ka diçka shumë pozitive, madje është momenti juaj dhe koha ideale për zgjidhur çështje problematike. Në çështje që lidhen me udhëtimet, juve e keni një mundësi shumë të artë, se shenjat e ajrit kanë mundësinë, kanë kohën, kanë atë çka duan të bëjnë, sepse gjithmonë janë një para se çfarë ndodh. Vërtet dinë shumë mirë se çfarë kanë në vetveten e tyre dhe momenti është mjaft favorizues. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bënë me ujor dhe me luan është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akrepi. Akrep të dashur, jo se për arsye pune ose karriere ose ndryshime të një pasion që mund të keni, por është një nga momentet më të artë që keni tani tutje, një nga vendime që mund të merren në anën ekonomike financiare në biznes, keni diçka shumë të madhe dhe tepër pozitive, edhe pse të tretë mund të flasin çfarë të duan, por juve jeni gati, ti përgjigjeni kërkesave, ti përgjigjeni gjërave të mëdha dhe ky është koha juaj dhe momenti më pozitiv, mund të thuhet, në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luanët e dhjetëdijqet parë, me ujorët e dhjetëdijqet tretë, duket se ka një surprizë, dhe kjo është surprizë shumë e madhe për juve. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët, meqenëse shigjetarët tani për tani e nisni mbar gjërat, sepse edhe në punë, në karrierë, por edhe në ndryshimet e tjera që do të keni tani tutje, janë ndryshime favorite, janë ndryshime me punë, janë ndryshime me karrierën, ka të bëjnë me anën ekonomike, financiare, se lidhje me financat keni pasur probleme, por janë gjëra që vërtet ndikoheni, por janë ndikime të mira dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetëdijqet të parë, me binjakët e dhjetëdijqet të tretë, duket se është një periudhë mjaft e mirë dhe surprizuese. Në lidhje me dashurinë, ka të bëjnë dhe me dashurinë, me binjakët, me demin dhe me peshit të dhjetëdijqet të tretë. Kjo është diçka shumë e mbar. Pra ne bini pas, mos marrini pas dore, sepse ngadonjëherë edhe mund të bisedohet, sepse është koha juaj, është momenti, është ajo çka unë kam jetuar, thoni juve, dhe kjo ndikohet në lidhje me disa ndryshime të njëpasgjeshme që do të keni tani tutje dhe është koha më ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e Bricapit.
Për sa të dashur, meqense kjo periudhë është periudha e komunikimit, periudha e ndryshimit, periudha e mundësive, nëse do ta merrni kështu, por bini pas sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, dhe jeni gati në fakt për të bërë diçka hapjen e radhës dhe shumë të rëndësishëm, sepse puna është ajo që ju bën të ndjeni mirë, ajo që ju e keni dhe mundësitë e arta që vijnë te juve është koha më e mirë e mundshme. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luante dhe diçit parë, me dashje dhe diçit tretë, me dashjen sidomos është edhe koha më ideale sepse edhe vendimet që merrni edhe koha që keni është në anën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë ujori. Me ujorët edhe diçit të dytë, duhet që të shikoni ose keni kontratë për të bërë bëjeni, sepse do t'ja vlej, jo se keni pasur diçka që nuk shkon ose diçka ka qenë problematike, por është momenti dhe koha më e artë që ndonjëherë në këtë aspekt. Sepse puna, karriera, ndryshimet që bën, keni edhe mundësinë mjaft të mirë tani e tutje do ta shikoni sepse gjërat do të zgjidhen siç të shëroni juve. Në dashuri, keni pasur probleme peshore, zgjidheni, keni pasur probleme me gaforen, është momenti juaj, por me demin nuk ka shanse të humbisni. Shkon tek shenja e radhës, janë peshqit. Peshqit edhe diçit parë, përgatituni për udhëtime. Peshqit edhe diçit të dytë, kanë pasur një problemi debat me të dashurën e tyre dhe janë prishur disi. Janë grindur në debat që kanë bërë padje. Është momenti tani për ta rregulluar. Për ata që të 10 ditë të tretë që kanë për të bërë blerje, mund ta bëjnë tani. Të 30 ditët në përgjithësi, duket se kjo ditë i ndihmon sepse është dita fantastike. E përgjithshme bashkëngë familjar është me krep të 10 ditët të parë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 7 maj 2026. Për ju që interesoni për parashtrimet të detajuara dhe doni në privat për gjithçka, kemi këtë butonin këtu. Dhe astrologu.al e klikoni, e shikoni dhe pastaj shkoni në sekretaria, dërgoni emailin. Me email flasni bashkë pastaj nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për me juve, dhe doni të dërgoni një mesazh në kohën që jemi pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazh. Nga unë Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme.